ku pas trupin të më të arzone qaq, mu ka formuar trupi mirë. Se kom shfrytzuar kur fuqin time në njerëz, në shqiptarë, ku pas dëshirë, mu ballafaque me njerëz me huligan, me njerëz që janë të këqij edhe që janë anti-shqiptarë. Kriminali, Arkan, ai në atë kohë jena rraf ferë, u quajti lup ferë. Në 2 luftim për rreth 15 minuta, unë e kum shkatërrue, e kum gjinizue, e kum përgjak, edhe u dërzue shkallë, ai kriminal. Kom thonë që mu taku me to, s'kom dasht sen ma mirë sa me i dhonë plum ati kriminali. Por s'kem mujt mu takua. I kum pas mas se 40 rajet gjitha i kom fitu. Asnjëherë nuk e hub? Asnjëherë. A je friksu në herë gjatë në e raje? Jo. Pse? Ja, asnjëherë. Ku je gani që unë jom të hjek vetë në gjimnaz të huligant, edhe 60 vojza kanë shue shkollën pe huliganëve. Por ne, 3-4 grupe të huliganëve kem shkatërrue, u duft edhe shpesh herë me marrë me përcjell vojzat deri të shtëpia. Se mos me dalën jenë friguar në rrugë, me maltretue. Ka dalë disa edhe ja bashkën edhe me zhenetje ka shkrye atë gujën e qasi Rogaqa ka pas, qasi Huligan ka pas. Në atë grupet organizume, ato s'ke pas mëshirë. I kem shkatërrue, unë e kom marrë bisedë dhe unë i katilin. Arme nuk ka krye puna të vinë dajake. Se ata të këqitit, kur e ke rrej mirë, aji s'ka armo. Aja filloj me qajtë. Unë u prejkë. Kur e mora detyrë, kur gjës batë organi, thash vetë më të vra, mos më mbyllë shkollat, me rujt derin e vazër shqiptare, mos me marrë me zarë. Huligani, unë i kum pas fëmin, krejt vogël, shoqës i kum thonë, ti mero me ta, se na do dalëm të shkojmë luft. Ku fini me Serbi shumë afër, forcat sërbe kanë depërtuar dhe herë. Na i kem gjue, i kem shkatëruar shpesh herë, edhe teknikin e tyne i kem zbrapsht shumë herë. Kur e kum pas pushkën, kum thonë, kjo sikur më gjallë gjysh e jepë, sa më ka thonë. Demonstrata kur bajshin, o djali jem, darsëm pa mish nuk ka, gjuft, diri, pa gjak nuk ka. Para mushin moj më ra 2 gujt. Edhe ajo është heroj i gjallë. Ajo është një person me 2 zemra. U i tha vetë i balë që jam trim, par aji ka 2 zemra, unë të zemrat e ti s'ka mujt me jafi. Vetëm rasti me fy familjen e Ramush Haradine. Aji është kriminal për mua. Do të nëzo një pik snajperën, do të qëndrojnë deri vdes edhe ka mu bashkue para për luft me juve. Edhe të më dhime shpjetë. Përshëndetje, këtë javë të ftuar e kemi një ikon të Prishtinës. Me Gani Kolovicën do të flasim se si e rrohu kriminalin famkeq Arkanin në Prishtinë, sigurimi i shkollave shqipe nga huliganet serb, e mbrojtja vajzave shqiptare për të vijuar mësime gjatë viteve 90-ta. Historia me repartisin Unikateli, cili më vën edhe përmendin në këngën e tij, si dhe inkuadrimin në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe betejat në forcat serbe, ku edhe mbeti plagosur. Gani Krasniqi, apo ndryshe i njohur së Gani Kolovica. Faleminderit shumë për kohën.
Patente dhe juve për pritje. Bacikania po na kallëzon për familjen tone. Unë quëm zyrtarisht Gani Krasniqi, po ndrysh opinioni unë njef si Gani Kolovica. Jam i ndindur në periferi qytetit quhet Kolovica. Unë e kam familjen me 12 antar të familjes, e kam bashkotën, ka punua në arsim, tash pensionere, i kam 3 vajza, 2 djem, të gjithë me fakultet të kryer. Edhe unë jam pensioner invalid i luftës. Qysh ke nis mu angazhu në aktivitet kombëtar, në çështje kombëtare? Ka je inspiru? Unë, familja jonë ka qenë shenjestër e parpar me të sërbët, edhe pushteti ka qenë komunist në atë kohë, kur ka qenë armatim për para i kanë marrë, ju kanë kërkua armë akcioni Pusho qujt. Atëre familjes teme i kanë kërkua arme me kërë qaqë shumë. Edhe ne kem poshtë shtëpien nga të shkolle, aty i kanë quë, ka qenë ku e dimrit, edhe ne i kanë rejë babën, a gjallartë. Unë e kom qenë në moshë 6-7 vit, 7 vjeqarë, edhe unë ata tu i maltretue, unë tu qajtë. Edhe shumë e kom një vetë si fëmi, edhe më ka hinë gjak i kom rejtë. I kom rejtë sërbë se edhe qka po bojnë në poplit tonë, në familje temë, e në përgjësi. Ka qenë e përhapne në gjithë Kosovë në atë kohë. 56 shtatën. Aty, unë gjithë herë i kom rejtë, edhe kom fillu e shkollën fillore aty në Lena Gjika, shkollën e mesme kom krye ekonomin, shkollën e lartë teknike, por aty e kom ndërprej. Jo kam qenë ndjekur çdo herë pej pushtetit sërbë. Unë jam konë zonë si shkëqyshëm. Edhe njërtu që s'ko mujtë, s'o ka lejohe, mu shkollua ma tepa. Ju tregoj ki diçka baba për maltretimet edhe për ato vujtit në atë kohë që i ka pas? Po, baba çdo herë më ka tregue. Më ka tregue edhe për djelë të gjallarve, familja me gjerë, i ke pos, ata kanë qenë 3 të burgosën atë kohë, kanë qenë në ballin kombëtar atë kohë. Edhe kanë qenë të ndenuar, njeni ka qenë 12 vjetë, tjetëri ka qenë 10, a njeni që ka qenë burë për jetë shumë. Atë u qujtë Hazer Krasniqi, njeni u qujtë Miftar Krasniqi, edhe tjetëri Idris Krasniqi. Hazer Krasniqi tash i ka esnat ende në burgun e Nisit, s'kena mujt me i marë kur. Tash, ma vonë, vllajim në 80 të Nisin, me gjithë djalin e Aqës kanë qenë të prapë të dënuar, njeri ka pas 10, tjetëri 8. I ka majtë ka 4-5 vjetë, 5 vjetë, edhe e liru. Ashtu që i kem qenë çdo herë shënjestër pushtetit sërbë. Pse u detyrove me ndërprej shkollimin? Unë u aktivizova shumë. Kam pas disa aktivitete në atë kohë për banditat e sërbë
Përpara ka qenë Korzaja në Prishtinë, Shqipërinë e Rinia. Grupet sërbe të organizume kanë dalë, kanë maltretuar Rinin. Edhe une kom dalë me vllazën se e familje e madhe, edhe i kem largue, i kem rraf, edhe e kem marrë Korzën. Krejt kanë qenë atëhere e jonja edhe rinirë shqiptare. Ata i kem largu. Ata i kanë rref njështë ma tepër, qashtu që ka qenë një kohë shumë e vështirë, se grupet e organizume sërbe i kanë maltretuar rinin tonë. A keni pas probleme masane me policinë serbe? Po. Ke pas, une e ku pas një shok, ai Hake Shatri, ka qenë deputet i Kosovës, ai ka banua në internat të fakultetit, une kur i kom bo ato, kam shku të ai, ka pranue, ku pjesë e policia, nuk kanë kunzu me hi për gjithka në për studenta. Ja di për nder, edhe shumë e ko falemderue është njeri i fjallës, i besës, komtarisht, i mirë dhe vllahun e gjithë familja ti. Kur fillove mishtu ato rrahje që ki pas me banditët serbë, me huliganet serbë? Po, në atë kohë të regova, kam qenë gjithë herë kam qenë i prirë për ata me shkatruhe. Edhe që s'kom pritue me ta asë njëherë, me gjithë se ka pas edhe shqiptarë që kanë bashkan gjithë atyne, por i kem mujtë gjithë herë. Qështë filloj ai pasioni ytë për me marrë me aktivitete sportive? Unë në shtëpi time e ku pas nanën shumë të mirë, aja me qitë ke me ushqejke shumë, edhe me qitë se kena qenë 12 fëmi. Unë kom qenë maj madhe, 7 motra, 5 vllazër. Edhe nana ka pas dëshirë, kur ushtrojsha me qumsht, me ve, preke një pull, një mis, edhe unë ushqejsha mirë, i kum pas tega s'ka pas i sot, që jonë, por konserva 5 kg vëdhve, edhe shtisa e ku marrua vetë, të uqua, të ushtruat paralelet, edhe fillova e ku pas trupin të më të arzonit qaq, mu ka formua trupi mirë. Unë drejtën më të thonë, se kom shfrytzume kur fuqin time në njerëz, në shqiptarë, ku pas dëshirë, mo ballafaque me njerëz me huligan, me njerëz që janë të këqi edhe që janë anti-shqiptarë. Po të regoj edhe qartit që krimineli, Arkan, ai në atë ku jena rraf ferë, u qujti një ferë. Në dy luftim edhe me dalë cili për re, edhe si thmija po m'delë. Unë ka ardha e i ka pas dajnë Prishtinë, edhe arke aty i kishë pa thonë njenit, a ka shqiptarë që m'delë muve për para ferë more. Edhe vjene edhe më tregon ai personi, edhe i thash po, pranova. E disha vetë që më të fuqishëm, kam zemër, edhe i thot ati po, është njeni që delë shqiptar. Edhe e kem lutë takimin Dok Bash, që është një park, në periferi Prishtinës. Aty kem dalë, i kem vjekë robët e nalta, edhe kem fillue për 10-15 minuta, unë e kum shkatrue, e kum gjinizue, e kum përgjak,
edhe u dorëzue shkau ai kriminal, edhe ma ka dhënë dorën, e kanë kop, e kanë quat në spital. Ashtu që ai mos së lajmërue kur Prishtinë që o gjohë. Si taku mu asë njerë për ati momenti? Une drejtën më thonë, ai ka qenë ushtar, ma tepër ka qenë pej luftës, anej në Bosnë, edhe kur orë Kosovë luft, ai ju ka pashkallzit ma tepër rafshin Dugacinit, ati i ka ditë do forca, sigurisht më të maja, edhe une kom qenë ushtar, kom thonë që mu taku me to, s'kom dasht sen ma mirë sa me i thonë plum ati kriminali. Por s'kem mujt mu takua. Po, se me sigurie kisha vrau në ato. Si që në atë kune kom shku ishtë Jugoslavia. Ras tjetër e kom pas në qytetin e Nisit Serbi, edhe më ka thonë, hajde edhe ato. Edhe Zagreb jenin, me gjithë se i kom pas mas se 40 rajet gjitha i kom fitu. Asë njëherë nuk e hupë? Asë njëherë. A ka ndodhë njëherë që i kish rridzu maksimalisht fuqin tonë në atë kohë? Po, si që unë të regova, në njerës e mirë, njerës me shqiptarë, së më ka ndodhë, vetëm me uligan, ajo po. Një rast e ki edhe në Deçan? Deçan, ne më kocën të sa, edhe ishte e kona e një problem shumë i madhe aty, edhe e rafa. O more policia, edhe o më shtenën një kapak e qenën edhe në stacion policisë, dhe tha aty, po drovi shkonë. I dytë, edhe shumë keqë, shumë, edhe ftoft, edhe i dytë, po drovi, qotë e shqiptare vjenë më këshyrë poshtë. Tha shqërëm, qoftë se më qetë pe këtuet, te kime koni miki mirë, qoftë se më lenë, kome të zatet, edhe dhije që kime poshtë punë e mu. Fati mirë, më ka qitë, të friguë, më ka qitë, i ka thonë, pa fajë shumë është, edhe qashtu që kam dalë për ati me. A je friksu në herë gjatë në e rraje? Jo. Pse? Ja, asë njëherë. Pse? Pa që që rajet, unë të regova, rajet ferë kanë qenë atë kohë. Ua e kom dhije vetën shumë i fortë, i fuqishë, me këpa po zemër, e kom dhije që do të mujë dhe s'jam frigu. Dhe ma nuk janë përdur asë njëherë mjetë e tjere, përveç grushtave, Ja. përveç durve. Veç durve, shkene. Apo nga të regën që shemar masane me sigurimin e shkollave? Po, unë një profesor timi u qut, i ndjerë të ashtënështë ka vdek, o Rosë Morina, profesor historisë. E ku pas edhe profesor, pa e ku pas edhe shok, edhe unë në qëtën pe i punën edhe, kom të përnë një organizatë montajë e Kosovës, edhe u zatetëm qëtët. Ku jetë e, thashtë, ku je gani që unë jom të hjek vetë në gjimnaz të tërës, huligant, edhe 60 vojza kanë shue shkollën pe huligante. E ku jetë e jasëndja kur qështja bojnë. Unë e tha, po foli me drejtorin, me aty në shtëpijave, me zjadin gashtit, me reqe posmonin u theca, që kanë qenë. Intelektual të kohës? Po. Edhe unë e të nesët kam shkue, edhe këna hitë e drejtori, i ka thonë, edhe ati të shtëpijave, prej sodi kë, do t'i mbronë, po qysh me bo që këti me arë, po dikush policia janë jesë, me qitë që unë e jom
një shtëpijak që ndreqë ato. Edhe ma bojnë një rogë se ka arshqiptari që ashtë të dhonë. Unë e ku marrë dhe një shoktimin, Hamdi Berisën, edhe kem shkue, edhe kem bisedua dhe me shtëpijave, me Hërtica, një person advetar, i kanë shua shtëpijat, edhe kem pas mirë kuptim, kem punu. Na pa rogë, pa paga, pa kur që neve na ka ushqyë shtëpijave, franjerë të artist. Ata në ka dhonë bukë me ongër, pak ma vonë në ka dhonë rogën arshqiptarit ka qenë 20 markë, fillim. Me ato 20 s'muj shumë asë burek me ongër ditën. Por vullneti edhe ke pas dëshirë me ndihmue se o vështirë më mështelë shkolla Shqipe, atëherë dorëzoj shumë para Serbie. Ja shtoj që vullneti madhë, pa paga, pa buk, pa kur që kem punu një kohë, edhe kanë pasë edhe arshqiptarët vështirë. Profesori si ka dalë prej shtëpije të shku në shkollë, ka qenë rrezikum, ka mujtë ku po shkonë sene me rafe, me mytë, krejtë. Pondat, huligant, shqiptarë ma tepër. Policia sërbe i ka shti me i bo ato gjona, por ne 3-4 grupe të huliganëve kem shkatruhe, edhe ashtu që e ke bojë të rëndin, edhe qëtësin, edhe gjitha që ka punu shkolla, pa asë një problem. 9 vite aty deri në fund. Qysh ka qenë një ditë e punës me na tregu, prej mëngjesi, qysh filloj që i keni sigurua të shkolla, nxënësat, personelin, gjitha ata cilët kanë shërby në atë kohë si në shtëpi shkolla? Po, ne kem shkuar me gjithë. Kanë ardhe gjithë arshqiptarët edhe në shkollë, edhe ata ma të veshën kanë qenë nxënëse se kanë qenë gjimnozi sa me froshe, aty kanë qenë nxënësat ma të veshën, me pore, me gjitha, kanë qenë fëmija intelektualve. Edhe arshqiptari edhe të vullneti madhë kanë punue, kanë deri në mramje. Ne, para çdo ere kur kem shkue, kem pas disa probleme, ma të vogla i kem marrë, kem pas venin, kem bisedue, edhe nuk na ka ndarë. Disa qartu që u duft edhe shpesh herë, me marrë me i përcjell vajzat deri të shtëpia. Se mos me dalën jenë friguar në rrugë, me i maltretue, edhe qashtu që ka shkua pe me gjithë dhe shbramje, kena punue me zemër, me vullnet, me gjitha. A ka ndodhur në rast ku keni intervenu gjatë përcjelljes të vajzave në shtëpia atyne? Po, ka ndodhur, shpesh herë. Qysh ka qenë ai rast? Po, si që, ajo vajza është disa herë është tankue. Ka dalë disa edhe ja bashkën edhe me zhenetje ka shkrye atë gujën e qasi Rogaqa ka pas, qasi Oligar ka pas, kanë filluar me ase pe policisë sërbë sa friguë, se ata i kanë shti vetë, që ashtu që disa herë i këmë përcjell, familja vetë shumë në kanë me mirë kuptime se në kanë urue për detyre që pe kryni është detyre shajtë që pe i shpëtoni fëmijët tonë. Na grupet organizume, ato s'ke pas mëshirë. I kem shkatrue për pak se këm qenë të urtrume dhe
na ka ndihmua dhe ata të familjeve, ka qenë familje e madhe e Ertizve, edhe ata na ka ndihmua neve, kur ka qenë grupe më të mëdha. Një rast ka ndodhur prej podjeve, ka lënë një grup edhe kanë filluar femnat aty maltretime sene dhe na tregojnë, dalëm, e i morëm, e pysëm çka janë e me mshaj, thët, e së mëre, kur jemi na. Ashtu që gatë muri i kom shohe, e kom qitë poshtat kryesorin, edhe që ata tjetë i kena rraf, i kena shtri, njeni ka shku në polici, edhe na ka thonë një djallë shkojnë policia i Runu. Ka Rashiti një daimi me kërë, na ka marë e na ikë me hëmëtje Berisën, edhe kem shkue në Macedoninë të tonë, kjo prosperitetin demokratik që ka koni parti, kem nejtë mas se një javë, edhe jem këthyja prapë. Ka qenë aja shumë një rrafje brutale që i ke boj, i kem rrafë për toke, i kem thënë. A ndodh kena incident gjatë kohës sa nuk ishe ju aty? Ka ndodhë për na që jem largua kur pe aty, dhe ke pas venin po dromë atje, ku i kem shti, kanë bisedua e krejtë. Unë e këmë marë bisedë edhe unë i katilin. Viktor Palokën? Po, aje na thoi që është qërtuën dhe njeni. Kush ju tha kështu? Na thënë aty se pak ka qenë aje si problem. Edhe morëm na, edhe shkojmë, në të në venin ku ke pas bisedoj me te. Edhe që kemi shumë djallë inteligent, djallë i meqëm, kamtarisht i mirë, edhe më ka për qafe, sot une edhe ne e morëm vesh që nuk është i tilë, nuk është një person që në nëzirë të lashën të shkollë. Janë tu që jemi marë vesh edhe e kem krye me te. Kush ka folë ashtu për ta? Disa njerës aty kanë menua sa i ka qenë pak kështu dinamik në tjetër në vetë, dhe thotë si kërë mos është një persona, ne po jo, kanë dalë krejt tjetër. E i taku ma prej ati momenti me Viktorin? Jo, unë aje ka menua që unë i kam vdek. Pas të i kohë i ka vdek këto baba i gros, edhe ka në Prishtinë, jena takue ashtu që një përshëndetje për zemër ta kem bizetue për atë kohë e sene. Çka tha, kur u takut? Pa i ka arë shumë mirë, që unë e kom menua që ti ke vdek, të ke gjallë, të ke mirë, shumë mirë, që ashtu që kem në disa orës bashkë. A të pëlqenjë tekstet e tina që që shkruan? Shumë. Shumë më pëlqenjë. Kongën 1 milion rrugë, basë 60 milion shqicime, nuk besoj që i ka asë një kongë ashtu. Që shëndje kur ta ka dediku një kongë, se të ka përmen mrena qasaj kongë? Po, una që e kom ditje ka qitë atë kongë. Mua më thanë do qërto sa ka qitë, e kom digjue edhe unë pëlqenjë kongë. A ka ndodhur në rast kur ne nxënës caktu nëse në huligan e keni rrallë një herë edhe përsëri ka tentu me bot njëjtën gjë? Pa, si që, na shumë raste kem pas e kem rraf. Ai mas një kohë ka ardhë edhe ka kërku falje, thot, une më keni rre, por keni pas arsye, kom gabue, edhe ja kem falë ai mos ardhë. Por disa që ka rrë disa herë,
Ata pak më ndryshe kem, se ka pas mas vajzave ma tepër me zarë, edhe i këqirë që një marë në i zinxhi, në diska ka pas shumë rastin ase. A filloj me ushtu numri vajzave mase mort jën ndorë sigurinë e shkollave? Po, vajzat mo kur asti vajz nuk ka ndodhë me shua shkollën. Kom pas për pritve tyne, shumë lavdata edhe shumë më kanë prit mirë, kanë ardhë, më kanë thirë kafe, më kanë thonë falënderit, se i kanë të regu ato që na ka shpëtue nga nja. Na përmenëm që artisti Unikatilit ka përmenë me një kong ta ka dit atë kontributin e tënë që ke pas në atë ko. A ndodh raste tjera që takojnë edhe thojnë qështu falë te, unë e kom kry shkollimin, jam ma i sigurt kom qenë, tash jam me një profesion caktun. Po, jo pak për shumë raste ka pas. Shumë raste që mu kanë falënderue për ma tepër me vojza, se atëra aja lagja ka qenë edhe sërti kanë ti dorë shtirë ata me bojë që ka dojnë. A i huligani atëre shumë frigu mua pe i sërbe, pe i policisë sërbe, a i ka bo ato sene, na i kem brujt, e kem qitë, unë kom qenë edhe në gjuft, por ma shtire kum pas aty se gjuft e kum pas armën, aty s'kem përqua arme. Nuk keni pas armë atë ko? Jo. Edhe pse keni punu si sigurim? Jo. Pse? S'ke pas si që arme nuk ka krye puna të vind dajaki. Se ata të këqitit, kur e ke rre mirë, a i s'ka armo. E qërtu që huliganti kem eliminue, vojzat kanë fillue, kanë shkue rrugës të qesh, e kanë ditë që da e kemë përcirë deri poshtë, kanë qenë shumë të lumë, falënderime shumë të pejprindve, edhe shkolla ka marrë frymë ndryshe. Qysh ndihesh tash kur i shet që ajo general që ju keni shërby në atë kohë e kanë kry shkollimin me sukses edhe tash secili prej tyre është bërë më i suksesshëm se tjetri? Po, si që, unë një rast fërke kam shkova me marë një ambulant, një recept për të marë në më shkru, edhe aty në një vajzë, po më shqeqonë, thëtë, a jetë e filani, po. Aja filloj me qajtë. Unë u prekë. Edhe duhen pe atjet, edhe po më thënë, te se bep unë kom kryer shkollën, a banë më të ka për qafë si babën tim. Edhe i kom thonë banë, kam qenë shumë i prekur, ka shkull gjatë, edhe aja të qajtë. Për mua ka qenë një burje, shumë kam qenë qëpti që unë më ka dalë dhe u falënderuem, por kur qajtë u prekash. I tjeri kryetari i Ibrahim Rugova i thot dove qovë se shkollat i mbyllëm na u dorëzum të Serbia. Edhe qashtu që kur që zbot, e kur e mora detyrë, kur që zbot organizash vetë më të vra, mos më mbyllë shkollat, me rujt derin e vazër shqiptare, mos me marë me zarë huligani, edhe më zhvillu më mësimi, mos më dërzua para Serbia. Ashtu që shumë kam qenë krenar me punën që e kom kry. Ke qenë i gatshëm me mu fliju, nëse ka qenë nevoja në atë kohë? Po. Ore, si sa mërzit, asni me kur që s'bat me vdek një gani. Ashtë për më zhvillohe, shkollat në atë kohë ka qenë problemi. Kryesor,
Mos mu pakuet zonë sa që kanë filluar më 60 vajza me shue shkollë ka qenë. Edhe ata këtë fëmi të intelektualve tonë, që gjimnazi kuptohet ka pas këtë zonë që shkëllqishu. Edhe nihem krenar. Nihem shumë që ku bom sa të do këto një punë, që s'ka mund që se cëllë me marrën detyrë, por që e morën, thashtë edhe mu vra, edhe me vdek, kur që s'mo. Kontributi ju i Bacigane vazhdoi edhe tutje gjatë kohës luftës. Po aty prej vdekjes kryetari legjendar, Ademi Ashari, ne edhe shkolla të mbyllën, fillon më aktivizue luft, ai që ka pas zemër, ai që ka pas atletar, edhe mu fillue lufta ka qenë e pashmangshme. Na ka imponue, edhe unë me vllaun ma të vogël këta herë Krasniqi, me djalin e Hoxhës Enver Krasniqi. Ata shumë matri, ka 25 vjetë matri. Edhe bisedum, edhe me babën, thot, do të shkojnë luft, une i kum pas fëmin, krejt vogël, shoqës i kum thonë, ti mero me ta, se na do dalëm të shkojmë luft. Kem dalëm dhe kem shkue, thirët zlashni ka tonë Gollak. Aty kem shkue se kanë pru arme, pej sërve kanë ble edhe armet i ke ble 5.000 mark. Çfarë armë blejte? Une e ku marë se ku pas dëshirë shumë, Hitler ka thirë, jo Hitler, po Hitler, disi një armë e shkumër të mirë, ata i kanë marë 2 shkorpiona, edhe kem hirë, edhe se brigata jonë në qëtë 153, edhe i ka pas masë 1.500 ushtarë, që e lejmëruan kretë Gollaket. Komandant e ke pas Andem Shehun edhe Fatmir Sopin. Andem Shehu ka qenë i Shqipëris, një komandant me provojt madhe ushtaroke. Fatmir Sopi ka qenë një ishi burgos në politik, edhe një aktivist, edhe një luftetar me zemër të madhe, e ka njohë Gollakë se e ka qenë i atyt. Qashtu që na fillum, uzatetove dhe me shok, me krejt, fillum luftat të natë, aty ka qenë kufini pra pashtisirët, kufini me Serbi shumë ofër, forcat sërbe kanë dëpërtuar dhe herë, na i kem gjue, i kem shkatruar shpesh herë, edhe teknikin e tyne, i kem zbrapsht shumë herë, jena gjuq dhe herë me ta, na i kem pas base 50 tepën dëshmor të kombit. Njofta deri në fund, na si kena shkosh, na 3, edhe atyre di vetër krenar, që i dham një kontribut sa dhe këtë vakët. Qështu ndjeve Bacigane kur e mure armën tash për herë të parë në dorë, edhe ke në gjendje mu ballafaqu taman qysh duhet me armikun, pavarësisht që ata kanë qenë më të përgatitur me makineri, ato blinda, po me këmbësëri, ke mujt me akthy pushkën që thojnë. Unë çdo herë kom pas dëshirë, kam qenë shumë i gëzushëm në jetë, kër e kom ka pushkën edhe i kena marrë me gjithë vllaun e djalin e Hoxhës. Kër e kom pas pushkën, kom thonë, kjo sikur
më gjallë gjysh që jep, sa më ka thonë. Demonstrata kur bajshin, o djali jem, dorësëm pa mish nuk ka, gjuft, liri, pa gjak nuk ka. A qëto herë ku pas ashtu që i ka po marmët, e kanë pas teknikën, kanë pas teka, me mina hesa, me këtë por na, me zemër teq për liri, edhe i dullum, edhe shumë vene i kem shkatruhe, i koma. Se hyrja Kosovë, ku finit thash pra partit. Fatmir Sopi ka qenë me disa ushtarë në Istekove, ka nejtë ka 30 pa hauër, pa pi, edhe ja kem dalë, brigada jo ka qenë shumë me merita thoja. Ne kem pas njoftarë, shumë tafë, shumë trima, shumë zotë. Une bolli kum thash veti trim, por rinia edhe ushtarë shumë trijet, ta qite ka të reguhe me zemër, me ideal, edhe me vullnet madhë për liri, shumë trima që ka të reguhe në gjuft shumë taftë. Ka pas shumë, ka qenë djallë i një profesori, është vraj vetëm i djalli as drejtit, ke pati parë shpendë sa nollin, edhe i ri ka qenë shumë luftari mirë. Po s'ti përmeni shumë me emna që ka qenë edhe trima atletar e si ka dhim shpirti para dhime dek për liri të sotit. Qysh ndikojshin këto ranje të ju bashkëluftarët e tyne, kur keni pas humbje? Pa, shiqa, atëherë na s'kem menua se kem menua dhe që vetën tës. Na ka humpa e neve, na ka dhim, por familjeve tyne, ku ndigjojshëm, i thëshëm jo gjallë nërë të sene që mos miron familjes më mërzit se ishën të gjithë në për shtëpia të huja, largue pe i qyteti, edhe një katon aty është qujtë Mramor, aty kanë pas kërrejt gjysa e Prishtinën në atë pjesë kanë ikë edhe e strehue. Na, jo vra, e kom ditë që do të vrojmë edhe na. Se lufta e ka qashtu që lufta o luft. Ju gjatë luftës keni pësu edhe plagë? Po, një rast ka ndodhë nga një shkapi ka ardhë, mina hesi kam shumë, kanë ratë spirat e gurit e asit këtë, por nuk kom qenë gjendime të loja, pati, por ke pas shok edhe ushtarë që ka rok plumi, ka rok granata, ka rok kanë vdek, thash i kemë mase 50 të shmorë. Të na zhvilluam pukën një luft e madhe. Qysh u ndjejt kur fillu bombardimet e NATO-s? Po, si që, kur ka fillu bombardimet, e kem ditë që liria është afër. Pse, sa do ku do, na u kapu, na u shtarë pe ka pushkën, se dikur sa tale, pe ka në armatimin e me dek, Amerika ka thonë, ju filloni disni, na vi me unimoj, miston Amerika edhe në animun, edhe e fitum luftën, qashtu që NATO-ja i ka ra, me urdhën e prorëve tonë i ka thonë, filan vend, me telefon filan vend, i kënë animu, edhe atyre, ata i kanë bombarduar na për tokë, edhe sa dhe gëzojmë një njëri, jemi luftë të shumë, pe krejt luftarë dhe një. Ademi Arshari ka dhonë familjen e vetë. O heroizëm ka të reguhe. Familje e dytë, është e Ramush Haradinet, i cili derdhi gjak me ka liftuhe me këtë familjen e vetë.
Para moshën mojnë me ra 2 gujt. Edhe ai është heroj i gjallë. Ai është një person me 2 zemra. U i tha vetë i balë që jam trim, por ai ka 2 zemra, unë të zemrat e ti s'ka mujt me javit. Me familje, ka vllazët vrap, ka liftua motra vet, nana vet, baba vet, gjithë në luft. Kem pas edhe shumë luftarë që kanë meritat maja, mës t'i përmeni. Por i përmena këto 2 familje shajta, këto 2 familje që kanë dhorë mas tepërmi. Lavdi u qoftë atyre që kanë derë gjak për atë dhej për lirit qoftë që e gëzoni ju sot. Apo ja, din generatat e reja bacigon kontributin këtyre familjeve, sidomos edhe këtyre gjallëve që janë sot? Qëre, unë shumë jam i piklum, i mërzitur, i mlepostër. Dhe të më rasti me fy familjen e Ramush Haradinit, ai është kriminal për mua. E ka shti Serbia me fule me asi. A ti që ka të me thonë me fy një luftetar apo një heroj luftës. Ramush Haradina edhe njerë për thamë, është heroj i gjallë. Ka meritat mloja, ai që është kundrej gjaki derdhur, gjaki edhe ata heroj tonë, meritat e mloja që ka dhonë, ka derë gjak i malkoft për e një ata që e njëllosën ushtrisë lirimtarët Kosovës. Mos qeshte ushtria sa që kishëm Serbi që tu. Por me vullnetin e madhë, me mundin e madhë, me gjakderdhe që kemë bo, të gjithë heroj aj që ka ka pushkën e ka këtyre Serbisë. Ty shimon mend ditë e para të çlirimit Prishtinës? Familja ime ka qenë shumë vende e ikne. Familja eme ka qenë e vendosur një thirrë Gjemal për para të ajo me Drezja, që është e qytetit Havr, Gjemal i Bisht, një pëndrum ka qenë, kur o bohe i kom dzirë me lëtë syq, do fmi, do guë se ka pas në Prishtinë bukur shumë, kanë hinë për pëndrume, Koran, liria, kanë dalë, gjithë i kanë pritë forcat e NATO-s, tu përqapu ushtarët me zveti, se brigada jonë dhe zonë operative Lapit dhe tjerët brigada kemë dërhytë partë në Prishtinë. Une, mas lufte, shpijen ma kërzue, shket, Kolovica ka qenë 90% e shkatërumëve prej sërve vendas që i kemë pas kojshit tonë. Unë e kom pas në Prishtinë, kemë shkuar një shpi, një sërbet kemë hi, edhe aty kemë familja jeme, kemë nejtë, në kanë dhënë dima, s'kemë pa hangër, pa pi, por shoqënia edhe gjithë më thëtë më thirën, edhe shkoj më thirën dhe qka, hajde tha me punu, ku në Hotel Grand. Kam shkuar në Hotel Grand, ja kom nisë me punu, kom qenë shepi sigurimit, edhe kem pas mase 20 punëtor tjerë. Ka qenë Kadri Batusha, shumë tjerë zavendje i Joni Rushdia, që ashtu që ke pas rogat bukur të mira, edhe filloj jeta, qashtu. Ishëm të lumtur, power papi, po liri kem, edhe nuk e kem armikin, edhe nuk e kem okupatorin, por e kem lirin, edhe do të gjallëm,
do të punojmë, do të veprojmë, edhe se gjithi kanë bërë shtëpiat më të mira, që ashtu që jeta u zhvillua shumë, me të madhe, me të mirë. Sa vjeç je tash? Tash që jam 77. Mashallah. 77. Na gjatë bisedës që patëm më herët the që me qenë me pas nevojë Po, shteti, kobi prap je i gatshëm, edhe me këto Po. vjet që i ki. unë sot me bo vaki, Serbia, më nasën muhe, na me sigurina që kem ka pushkën për para, e kapëm edhe tash, plus edhe ju rinia, por unë që kam këtë mosh. Nuk mujt ashtë me ngajt mas juve, por do të nëzo një pikë snajperën, do të qëndroj deri vdes edhe ka mu bashkue para për luft me juve. Edhe të më dhime shpjetë. E bon vetën alo mirë, aktiv. Po. Apo na tregon pak me çka merresh tash? Unë e mina pra pushtroj, nuk e la ushtrimet, e një vetësh sikuriri me konë, alkohol jo, duhan jo, ushtroj edhe shumë jam me aktivitete dalë për gërmi, të këmorsje, frapoj, me gjithse shumë e një vetën mirë. Një mesazh bacigani për fund. Mesazhi im është, dujeni njëri tjetrin, mos bëni senet këqia, mos të angazhohet rinia në sene me droga, se di që droga me të madhe u pëtohi, se armike ka shti më në helmue rinin tonë. Shkollimin të gjithë edhe shkojnë për para, të lonë datësit edhe hecia jonë, se kem armikin që përna kërcnohet për çdo herë, kur të kry me Serbi, atëherë partit, cëlla është me forta, do të dhe shtetin e që. Faleminderit shumë për kohën, inshallah kish ne të Faleminderit edhe gjithmonë. për juve, edhe ju dëshiroj suksese, toka, knatësi me pas me juve një bisedë. Faleminderit shumë.